njoftim, policia rrugore rikujton qytetarët e Vlorës se në kuadër të zhvillimit të turit të 82 ciklistik të Shqipërisë në datat 28, 29 dhe 30 maj 2025 do të ketë kufizime të përkohshme të qarkullimit dhe parkimit të automjeteve në disa segmente rrugore të qytetit të Vlorës dhe zonave përreth. Etapa e tretë është data 28 maj 2025, Levan Vlorë 15, 15:50, Pusi Mezinit Sahati rruga e re 15:35, 16. Etapa e 29 maj 2025, Vlorë Pusi Mezinit nga ora 11:40 deri në orën 12:20, vijon drejt Himarës përmes aksit Peshkëpi Kurçi-Qeparo, Dërmi Orikum Vlorë Lungomare deri në orën 16. Etapa e 5 30 maj 2025, Vlorë Bulevardi Kryesor, Pusi Mezinit ora 9:30 deri në 10:20, vijon në drejtim të Fierit duke përfshirë dhe segmentet hyrëse dhe dalëse të qytetit. Policia fton qytetarët të shmangin qarkullimin dhe parkimin në këto segmente sipas orareve të përcaktuara për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit dhe sigurinë e pjesëmarrësve.